Një ambient shërbimi është përfshirë nga flakët në zonën fundore të Lungomarrës në Vlorë, gjatë orëve të mbrëmjes së së hënës. Ngjarja ndodhi në segmentin rrugor që lidh zonën e Rapit me tunelin. Sipas informacioneve paraprake, bëhet fjalë për një bar i ndërtuar kryesisht me materiale drusor, çka ka favorizuar përhapjen e shpejtë të zjarrit. Flakët janë përhapur me intensitet brenda pak minutash, duke rrezikuar edhe ambientet përreth. Dhe ngjarja ka mbritur menjëherë forcat e zjarrfikses, të cilat kanë bërë të mundur izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së mëtejshme. Nga kjo ngjarje nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale mendohen të jenë të konsiderueshme. Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta dhe pritet që hetimet të zbardhin plotësisht ngjarjen. Policia ka nisur procedurat për dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa mbrëmjen e kaluar zona është rrethuar për arsye sigurie.